Ma kanë dhonu qiken, kanë dhonu mu. Dëshmia e trisht dhe e dhimbshme e kësaj gruaje të dhunuar vazhdon të mbetet plagë e rënd tash e 16 vjet. Kjo grua u dhunua nga forcat serbe. Para syve të saj u dhunua dhe vajza e saj 7 vjeçare, e cila nuk i mbijetoi torturave dhe dhunimit. Në tjetër dhëmë, kura kanë qu qiken, unë e meta në tjetër dhëmë, maja në tjetër dhëmë. Edhe, kura kom një vojzë zonën, jem shkun, kom në zonat në shkotë të ma dhunu qiken, edhe vojza i të më thamu, o mam, një mam, o kapëm. Vojzën e kom po me 2 sytë e mi të ma dhunu. Ma ne nuk e di qka amaran, se me po thmin tanë të i thonë një mamë e mësë me mujtë minimu, pe kriminal. Kjo grua të regon se në vazhdimësi vuan pasojat e asaj ditet të tmerrshme të vitit 1999. E kom po vojzën tem të ma dhënu, bashkë me vojzën i dhëmin a ka. Ma kanë dhënu qiken, kanë dhënu mu, nuk po jam ngësht, edhe mi pas vro me pushk, mu edhe ata unë, ma miru kanë. Se me bon këtë punë, se vojza këtë zonë njësoj gjithë unë parvëtëruet në vesh, ditë për ditë, unë parvëtëruet të më thoa mamë pështëm, 7 e gjysë, që ashtë të gotit të gotit. Të madhonuja kanë zirë shpirtin për gazetë. Plus nga kanë helmuës me një diqka, me një si parfim a qa u konë, pa më në huk neve vedije. Edhe vojza ka qitë shkumë, deri që u varruës, vojza ka qitë shku. Tash kujton vajzën e saj 7 vjeçare, e cila para se të dhunoj, nuk kishte ngrënë ushqim për 5 ditë. Në shtëpinë që u dhunuan, gjetën pak miell të derdhur. E ka morë ka shtit dyrën miell. E kam luft me, atë kështë me hangër. Edhe se kom leo me hangër. Edhe kërë më shku të shpia, thash, nëse hamë, nëse të mytë, u shku pa hongër, pa pi, unë të në duja shku, 5 ditë s'ka hongër. Përfaqësues të viktimave civile të luftës në Kosovë thonë se përmes kësaj organizate, po mundohen sadopak t'u alargojnë dhembjen dhe t'i integrojnë në shoqëri. Diku 20.000 veta raste dhunimit, po ky numër është shumë i madh, po mundet edhe mu fry ky numër i rasteve. Ka edhe në gjinin mashkullore si pyte, por mundet më fry numri ende i këtyne rasteve, nuk mujnë me thënë si me në aktiviti përfundohen këto raste, po këto të vazhdon. Drejtësia vendore dhe ndërkombëtare, qoftë UNMIK-u dhe tash EULEX-i, nga fondi për të drejten humanitare cilësohet si e dështuar në ndjekjen penale të dhunuesve të femrave shqiptare gjatë luftës. Drejtësia vendore dhe EULEX-it ka dështu në procedimin e landëve për krime lufte. Është një numër i caktuar i landëve që janë proceduar në gjykata, mirë po ne si organizat për drejtat njerëzit nuk jemi fare të kënaqur me numrin dhe me proceset. Ndërsa specifikisht për dhunën seksuale jemi të zhgënjym sepse asnjë rast, po thon askush deri me tani nuk është dënuar me një vendim të plotfuqishëm gjykatës për dhunë seksuale gjatë luftës. Në Kosovë mendohet të jenë dhunuar mbi 20.000 femra shqiptare, që nga viti 1999 janë ngritur vetëm 3 akte akuza për dhunë seksuale, ndërsa në asnjërin prej këtyre rasteve nuk është shqiptuar ndonjë dënim. Kjo grua thot se këto dëshmi ka paraqitur në EULEX, por deri me tani nuk është vepruar asgjë. Unë nuk du kur gjë tjetër veç që ta minza. Nuk du tjetër. Nuk du.